Paragjykues ka qenë shoqëria jonë për të mos të pranuar në mënyrë të emancipuar gruan, vajzën që luan në film, që merr pjesë në art. Por për mrekullinë tonë, artistët tona që u bën të famshme, të mëdhaja, që kanë qenë në orët e para të viteve të fillimit mbas luftës, Drita Pelingu, Liza Laska, Violeta Manushi, Margarita Xhepa, gjitha këto nuk e vranë mendjen për këtë mentalitet, kanë qenë mendje hapur që në atë kohë nuk pyetën se çfarë mund t'ju thonin njerëzit të rrugëve, që nuk ishte ndonjë respekt i madh sepse ishte mentaliteti shumë Je ndjerë gjykuar? Absolutisht, po për bukurin. Vetëm në momentet caktuara mund të vinte keq ndonjëherë sepse thoje çfarë ka ndodhur. Çfarë kanë bërë? Çfarë kanë bërë? Domethënë ose unë jam në rregull ose gjithë kjo shoqëri nuk është në rregull, kur fliten thashë theme që nuk ka ndodhur.